Gazetari Berat Buzhala ka reaguar ashpër në një postim në Facebook duke cilësuar kreun e lëvizjeve të vendosje Albin Kurti si hajvan dhe fajtor për ngërçin institucional në të cilin është zhytur aktualisht Kosova. Në postim Buzhala shtron një seri akuzash të rënda dhe bën krahasime historike për të argumentuar se Kurti nuk ka arritur të krijojë qeverinë e re dhe se si pasojë vendi është në krizë. Ai kujton periudhat e mëparshme të udhëheqjes së Kosovës me Ibrahim Rugovën, Hashim Thaçin dhe Ramush Haradinajn, duke pohuar se në ato kohra, hajvani i postimit nuk ka qenë në krye dhe fal kësaj është arritur të organizohet një jetë paralele në Serbinë, të ndërtohen themelet e shtetit, të deklarohet pavarësia dhe të fitohet njohja ndërkombëtare. Ndërkaq me Kurtin sipas tij çdo gjë filloi të shkojë keq, asnjë njohje, asnjë antarësim, prishje aleancash dhe partneritetesh, polarizim për jashtë dhe për brenda. Buzhala e akuzon po ashtu Kurtin se ja ka hapur rrugën autonomisë së serbëve të Kosovës, duke u bërë, siç thot ai, përfaqësuesi i qeverisë së Serbisë dhe shtetit të Serbisë, më seriozisht madje se sa lista serbe, duke theksuar se pa këtë hajvan Kosova do të ishte në një rrugë tjetër dhe më konstruktive. Ai përfundon se përgjegjësia për dështimin e formimit të institucioneve është e kryeministrit në largim Albin Kurti. Në këtë reagim Buzhala përdor ton të ashpër dhe një gjuhë provokuese për të shprehur zgënjimin e tij për situatën politike në Kosovë dhe për rolin që sipas tij e ka pasur Albin Kurti në atë që ai e quan çmendurinë institucionale të vendit. Kur nuk e kemi pas këtë hajvan në përkam, Kosova e udhëhequr nga Ibrahim Rugova ka pas arrit me organizu për 10 vjet jetën paralele në Serbi, në koordinim me miq ndërkombëtar, me në krye Amerikën dhe më e kriju bazën për shtetin e ardhshëm të Kosovës. Kur nuk e kemi pas këtë hajvan në përkam, Kosova e udhëhequr nga Hashim Thaçi e ka organizu luftën e vetë në bashkërendim me aleatët perëndimor, e cila luftë ka kulmuar me konferencën e Rambujës, në të cilën është vendos me u bombardu Serbia për 78 ditë, e që si pasojë e saj ka ndodhur edhe çlirimi i Kosovës. Kur nuk e kemi pas këtë hajvan në përkam, Kosova e udhëhequr nga Rugova, Thaçi e Haradinaj, i është rrekur me durim dhe bashkëpunim me bashkësinë ndërkombëtare e krijimit të themeleve për shtetin e ardhshëm, përmes reformave të shumta, ku çdo gjë duhej bërë nga e para. Kur nuk e kemi pas këtë hajvan në përkam, e kemi shpall shtetin e Kosovës. Mbi 100 shtete e njohën këtë shtet dhe Kosova u pranu në shumë organizata ndërkombëtare. Krerët e shtetit të Kosovës ishin mysafir të rregullt në shtëpinë e bardhë. Kur dul në skenë ky hajvan, çdo gjë filloi të shkonte keq, përveç jetës së tij dhe shokëve të tij, asnjë njohje, asnjë antarësim, prishje aleancash dhe partneritetesh, polarizim për jashtë dhe për brenda. Ky hajvan ja ka hap rrugën autonomisë së serbëve të Kosovës, duke u pamundsuar serbëve që t'i marrin dhe ato pozita që i kanë me ligj, siç është ajo në kryetari të kuvendit të Kosovës. Me ose pa vedi, Albin Kurti e përfaqëson qeverinë e Serbisë dhe shtetin e Serbisë në mënyrë shumë më serioze se sa vetë lista serbe, shkruan Buzhala në Facebook.